Më vjen mirë që një lloj tradite pavarësisht që mund të ketë konotacion negativ në kuptimin e këtij sistemi, por shëndetësia ka pasur gjithmonë një lloj solidariteti jo komunist, por solidaritet njerëzor, human. E para. E dyta, këtë traditë vazhdojnë, kjo më nuk me kjo. Nga dashuria, nga shtrëngimi të Zoti Kelës. Jo me Kelë, jo. Ela është vajzë mirë. Po, le datë më nëjë ligratë. Tani, ma vjen mirë sepse në konë që filloj demokracia pati shumë shu paragjykime në kushtet e bürokracisë dhe ne e dominuam në atë situatë në ato mundësi që kishim. Dhe drejtorit që kemi këtu në një farmase, pavarësisht nga idete ishte ju përshtat asaj situatë. E drejtorit tjerë që qenë në atë kohë. Tani, në to kushte i bie që ne nuk kemi në Gjirokastër në kushtet e kinjësisë jo të mirë, patjetër të mirë, po të konflikteve të pikave të kritike se nuk i kuptoj. I bie të thele me një tjetrin, po t'jemi mirë. Ose të se nga kam mësuar marrën. Tani, u bëj një pauzë, u bëj një këshill, shumë miqësore, shumë vllazërore, si më madh jam, që vazhdoni këtë traditë dhe në nivel shkencor, dhe në nivel profesional, dhe në nivel njerëzor, dhe në nivel tradite e këtij. Tani, ne ta mbështesim njëri tjetrin në kushtet e Gjirokastës. Se Gjirokastra është hermetike, shumë hermetike. Dhe unë nga Gjirokastra kam marrë 11 vjeç në 55. 11 vjeç. Akoma su futur tamam. Ja futur tamam, se gati 69 vjeç tani. Ta Gjirokasit si pune e tire, jo, ja futur ko tani. Gjirokasit ka një formulë të vjetër, si pune indianëve të Amerikës. Kur vate kolonizatori spanjoll në Amerikë, një George Dan, një kolonizator, një